Po vuani nga tiroidja, mund ushqimet që nuk duhet t'i fusni në gojë. Dëgjojeni tani. Nëse vuani nga tiroidja, janë disa ushqime që mjekët nuk rekomandojnë t'i konsumoni asnjëherë. Kjo pasi ato prekin edhe proceset metabolike të trupit dhe ndikojnë negativisht në cilësinë e jetës suaj dhe përkeqësimin e shëndetit të tiroides. Shqetësimet që provokojnë tiroidet jo domosdoshmërisht kërkojnë trajtime mjekësore me ilaçe. Janë edhe disa ushqime që mund të kenë efekte negative që duhet t'i shmangni në rast se vuani nga shqetësimi i tiroides. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Sipas Healthline, këto janë ushqime të cilat duhet t'i evitoni nga dieta juaj pasi ndikojnë negativisht në shëndetin e tiroides. Soja. Ju duhet të konsumoni një dietë me sasi minimale të sojës, pasi ky produkt ushqimor pengon absorbimin e trajtimit në rast se po merrni medikamente për lehtësimin e komplikacioneve që shkakton tiroidja. Sheqernat e tepërta. Të evitoni produktet që përmbajnë sheqer të rafinuar është thelbësore dhe mbi të gjitha bëhet fjala për sëmundjet autoimune të tiroides. Këto ushqime mund të ketë efekte negative në pankreas dhe në funksionet e tiroides që mund të reflektojnë në rezistencën e insulinës. Kjo mund të reduktojë gjithashtu nivelin e hormoneve dhe të dëmtojë edhe shëndetin tuaj të tiroides. Kafeja e tepër gjatë ditës mund të ketë efekte negative në shëndetin tuaj të tiroides. Reduktimi i konsumit ditor të kafeinës është i domosdoshëm në rast se keni probleme me shëndetin e tiroides. Edhe pse konsumi pa kontrolluar i kafes nuk është i dëmshëm, një sasi e tepërt e kafes mund të dëmtojë seriozisht shëndetin e veshkave dhe të përkeqësojë kështu organizmin tuaj. Ushqimet e skuqura janë të dëmshme për persona të cilët vuajnë nga shqetësimet e tiroides. Reduktoni konsumin e ushqimeve të skuqura sepse ato pengojnë ilaçe të kryejnë funksionet e tyre, madje ndikojnë negativisht edhe në organizmin tuaj, duke përkeqësuar prodhimin natyral të tiroides dhe duke rënduar shëndetin e përgjithshëm. Shtimi i produkteve natyrale në dietën tuaj do të jetë një mundësi shumë e mirë për stabilitetin që mund të ketë tiroidja. Nutricionistja funksionale Margot Perl thotë se këto janë ushqime të cilat duhet t'i evitoni ose t'i reduktoni sasinë e konsumit të tyre në rast se vuani nga shqetësimet e tiroides. Soja. Soja ka qenë e lidhur me gjendjen autoimune të tiroides. Ajo pengon fitoestrogenin dhe goitrogenin, të cilat mund të ndryhyjnë në prodhimin e hormoneve të tiroides. Përveç kësaj, qumshti i sojës i konsumuar shpesh si një alternativë ndaj qumshtit ka një indeks glicemik dhe mund të ndikojë gjithashtu edhe në gjëndrat tuaja mbiveshkore, duke ndikuar mëtej në funksionet e shëndetit të tiroides. Është më mirë të shmangni sojën dhe nën produktet e saj me bazë soje në rast se vuani nga shëndeti i dobët i tiroides. Edhe karbohidratet e rafinuara mund të ndikojnë negativisht në proceset tuaja imunitare. Karbohidratet e rafinuara të tilla si buka e bardhë, makarona dhe ushqimet me sheqer shkaktojnë një rritje të shpejtë të niveleve të glukozës në trup dhe të insulinës. Kjo mund të prishë gjithashtu edhe boshtin hipotalamo-hipofiz, e cila përfshin rregullimin e hormoneve tiroide. Mosbalancimi kronik në këtë rast me aks mund të çojë në mosfunksion të tiroides dhe të ndikojë negativisht në proceset tuaja imunitare. Ushqimet bimore të larta me antiushqyes janë të dëmshme në gjendjen tuaj shëndetësore dhe mund ta përkeqësojnë mëtej edhe shëndetin tuaj të tiroides. Ndaj duhet të tregoheni më të kujdesshëm me këto ushqime në dietën tuaj. Ushqimet bimore përmbajnë antiinflamatorë të ndryshëm si lektina, oksalati dhe fitatet. Këto komponent mund të jenë problem për individët me hipotiroidizëm. Minimizimi i marrjes së ushqimeve bimore të pasura me antiushqyes, gjithashtu edhe marrja e duhur e ushqimeve gjatë ditës mund të jetë gjëja kryesore që mund t'i ofroni shëndetit tuaj në balancimin e niveleve të hormoneve të tiroides. Perimet që përmbajnë alkaloide mund të jetë të dëmshme në situatat tuaja përkatëse. Perime duke përfshirë domatet, specat, patlıxhanët dhe patatet përmbajnë alkaloide që mund të shkaktojnë reaksione tek individët me probleme të tiroides. Këto reagime mund të variojnë gjithashtu nga ndjeshmëria e lartë deri te përkeqësimi i ndryshëm i simptomave.
Monitoroni reagimet tuaja që merrni përmes shmangjes së këtyre ushqimeve dhe efektet negative që ato shkaktojnë në organizmin tuaj. Te disa persona edhe sasia e lartë e konsumit të arrave mund të ndikojë negativisht në shëndetin e tiroides. Arrat mund të jenë të vështira për t'u tretur te disa individ, pasi ato përmbajnë gjithashtu edhe oksalate dhe fitate, të cilat mund të ndryjnë në përthithjen e lëndëve tuaja ushqyese. Ato mund të rrisin problemet e tiroides dhe ta rendojnë më shumë situatën tuaj përkatëse. Disa arra si arrat dhe arrat braziliane janë më të mira se sa të tjerat, por ju duhet t'i njohni përpara se t'i hani për të zvogëluar përmbajtjen e tyre anti-ushqyese. Farërat. Ashtu si arrat, farat mund të jenë problematike edhe për individët me një zorë tashmë të irrituar. Përmbajtjet e larta të farave dhe fitateve në fara mund të përkeçojnë gjithashtu problemet e tretjes dhe të rrisin edhe konsistencën e problemeve të ngjashme. Ekspertët tregojnë se duhet jeni të vëmendshëm me ushqyerjen tuaj, për të evituar kështu edhe komplikacionet e tyre. Evitoni nga dieta juaj perimet kurcife. Perimet kurcifier si brokoli, lule lakra, lakra dhe lakrat jeshile shpesh lidhen edhe me problemet e shëndetit të tiroides për shkak të vetive të tyre goitrogjenike. Megjithatë, ato me tiroide Hashimoto mund të konsumojnë ende ato në sasinë e kufizuar. Gatimet me fermentim të përfetimeve të tjera mund të jenë gjithashtu edhe një ndihmë e rëndësishme. Vezët në sasi të tepërt mund të ndikojnë në përkeçimin e situatës tuaj shëndetësore. Vezët përmbajnë një proteinë të quajtur lizozim, e cila mund të formojë një kompleks të irritimit të mukozës së zorrës te disa individ. Nëse e vërtet përkeçojnë simptomat me konsumin e vezëve, është mirë të shmangni konsumin e tyre dhe t'i zëvendësoni me ushqime më të shëndetshme për shëndetin e tiroides. Ushqimet e detit gjithashtu mund të ndikojnë në shëndetin e tiroides dhe ta përkeçojnë më tej shëndetin tuaj. Ushqimet e detit në përgjithësi mund të konsiderohen si të dobishme për tiroiden për shkak të jodit dhe densitetit të lartë të lëndëve ushqyese. Megjithatë, jeni të kujdesshëm me peshqit që dihet se kanë nivele të larta të mërkurit, si toni dhe peshku shpat. Marrja e tepërt e mërkurit mund të ndikojë negativisht në funksionet e tiroides, ndaj zgjidhni ushqimet e detit me nivele të ulta të mërkurit. Kështu, bëni edhe një konsult me specialistin e shëndetësisë për të përzgjedhur edhe ushqime të duhura në varësi të situatave tuaja korrekte. Në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin e tiroides dhe të përmirësoni edhe aktivitetet tuaja. Teprimi me brokolin dhe lakrat e vogla mund të jetë i dëmshëm për shëndetin e tiroides. Brokoli, spinaçi, lule lakra dhe lakrat e vogla janë të shkëlqyera për organizmin, por nëse e teproni me to, atëherë problemet me hipotiroidizmin mund të përkeçojnë ndjeshëm. Këto probleme mund të krijohen gjithashtu edhe nga sasia e lartë e ushqimeve që konsumoni gjatë ditës. Nëse ato i gatuani, atëherë mund t'i konsumoni në sasi minimale për të evituar kështu komplikacione në shëndetin tuaj përkatës. Ëmbëlsirat, akulloret, keku, biskotat dhe ushqimet e tjera të ëmbla padyshim janë të shijshme, por shumë të larta në sasinë e përmbajtjes së sheqerit. Sheqeri do të nxjisë inflamacionin i cili është i pranishëm në trup. Ai do beson imunitetin dhe pengon atë të luftojë gjithashtu edhe me sëmundjet e tiroides. Peshku ton mund të ndikojë në përkeçimin e situatave tuaja. Peshqit graviçar janë në peshku ton, skumbria dhe peshku shpat që përmbajnë nivele të mërkurit në organizmin e tyre. Për pasojë nuk rekomandohet të konsumohen më shumë se 2 ose 3 racione në javë të këtyre peshqve për të evituar kështu komplikacione në organizëm dhe për të evituar edhe rëndesën që mund të përjetojë ai. Sigurohuni që të mos konsumoni më shumë jod se sa i nevojitet trupit të njeriut. Jodi i tepërt do të dëmtojë shëndetin e tiroides dhe do ju bëjë që t'jeni gjithashtu edhe më të plogësht. Edhe në rastin e jodit, ruajtja e ekulibrave është e dëmshme. Jodi gjendet te peshku, kripa, suplementet. Sipas studimeve të cilave u referohemi, nivelet e jodit duhet të mbahen nga 100 deri në 200 mikrogram për litër. Kështu është e rëndësishme të mos e teproni me këto ushqime për të mos ndikuar negativisht në organizmin dhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.